Zgjerohen grindjet brenda koalicionit qeverisës. Deputeti VMRO DPMN-s Antonio Miloshovski në intervistë tek televizioni Telma dërgoi kritika të hapura ndaj ministrit të drejtësisë Igor Filkov, i cili është nga radhat e Znam. Tha se ai ka kapacitet të dobët për të përballur me reformat në gjyqësor. Ovo je moj ličan stav, ne znači da je stav na političkата partija ili prateničkата grupa. Ja smatram дека Министерот за правда има слаби перформанси по односно врските што ги има превземено за реформите во правосудството. Тоа е мое мислење. Deklaratat e tilla të Miloshovskit shkaktuan reagime tek ministri Filkov. Ai përmes një kumtese e quajti Miloshovskin kusur të Gruevskit, që ka kontribuar në, siç ka theksuar, krimin e sistemit kancerogjen të drejtësisë, ndërsa ja numëron edhe disa aferë. Kusuri i Gruevskit i njohur me Novkën Xhuxhi nga Nebregova dhe i mbajtur mend mirë nga opinioni kur aferat që kanë të bëjnë me lam nga bizneset familjare në Kërçov, duket se ende nuk e ka zakon të jap llogari para qytetarëve që e kanë zgjedhur. Tani është koha e dur për t'ja rikujtuar opinionit se ishte ai që mori pjesë drejt për drejt në procesin e miratimit të ndryshimeve të dëmshme të kodit penal në vitin 2023, duke shpëtuar kështu veten nga përgjegjësia për veprën penale për rastin i fuqishmi. Kryeministri Mickovski në përpjekje për të qetësuar situatën e tensionuar thotë që të dy kanë pasur ditë të keqe. Но на што можев да го заклучам, а убеден сум дека сето ова ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден и за едниот и за другиот заврши. Tensione ka dhe brenda koalicionit vlen, edhe pse Mickovski pohon se qeveria është e qëndrueshme. Kohëve të fundit vazhdimisht e më qartë po del në pas se ka keqkuptime serioze mes ministrit të shëndetësisë Arben Taravari dhe liderëve të tjerë të koalicionit vlen. Nëse Taravari pretendon se vlen nuk ka fuqi, atëherë pse funksionarët e tij pranuan poste? Kjo tregon një qëndrim kontradiktor që duhet të sqarohet nga ai dhe nga njerëzit e tij, jo nga vlen. Ministri Taravari këto ditë deklaroi se është në komunikim me BDI-n, përderisa liderët e tjerë mohuan se janë në kontakt me partinë e Ahmetit. Taravari tha se me 6 prill organet partijake do të sjellin vendim nëse në zgjedhjet lokale do të shkojnë bashkë me koalicionin vlen, apo do të marrin pjesë vetë si parti.